Sot, Federata Shqiptare e Futbollit zhvillon zgjedhjet. Garë për president nuk ka, sepse Armand Duka nuk ka rival. I fundit që donte t'i merrte postin, vdiq. Ai do të zgjidhet unanimisht me 83 vota, por për karrierën e tij presidenciale, që fillon me erëzenin e Shijakut, do të flitet herën tjetër. Zgjedhje reale me votim do të bëhen për Komitetin Ekzekutiv të FSHF-s, që është organi më i lartë kolegjial, i cili merr vendime gjatë periudhave mes dy asambleve. Ai zgjedhet nga Asambleja e Përgjithshme dhe përbëhet nga 11 antar. Aktualisht deri sot, ky komitet ka Armand Dukën, president, Lutfi Nuriun, zëvendës president i parë, Arban Dervishajn, zëvendës president i dytë dhe 8 antar të tjerë. Përveç presidentit të paprekshëm, të tjerë do të konkurrojnë. Mes tyre sërish Arben Dervishaj, një personazh i përmendur për afera në sektorin e drejtësisë, që kalon si hije në sektorin sportiv. Kandidati Dervishaj në hijen e Dukës spikat jo për vizion sportiv apo kontribut në fushën e futbollit, por për një realitet që shkon përtej sportit, përballjen me drejtësinë. Emriti u diskutuar shpeshherë kur doli në aferën e inceneratorëve, i jetuar nga SPAK, i arrestuar, i pandehur, i izoluar në IEVP Durrës, i liruar nga burgu prej GKK-s dhe apelit të saj për akuza të rënda penale që do të vulosen ose jo nga gjykata e lartë. Ai rikthehet në tribunën e sportit më të dashur të shqiptarëve me një njoll në biografinë e tij. Armand Duka nuk pyeti për reputacionin e FSHF-s kur e mbajti zëvendësin e tij të burgosur ende në post, ashtu si Edi Rama zëvendësin e tij. Ndoshta të dy e dinë që zëvendësat i kanë të pafajshëm apo kanë ndonjë hall tjetër në lidhje me ta. Në rastin e FSHF-s, dilema e fortë morale për pastërtinë e figurave që drejton futbollin shqiptar nuk duhet ekzistojë. A mundet një federatë sportive të ketë besim publik kur në strukturat e saj kandidon një figurë që vijon të jetë në hijen e një procesi penal? Arben Dervishaj, si hije e Armand Dukës, ka një arsye që është pranuar prej këtij të fundit. Teknikat e biznesmenit Dervishaj në bërjen dhe kullufitjen e parave të projekteve që lidhen me ndërtimin i bëjnë punë FSHF-s. Aktiviteti profesional i ustajit të futbollit Dervishaj është i gjerë. Ai rezulton i lidhur me disa entitete si person fizik me NIPT M02 21 60 16 T, si administrator i shoqërisë AVE Consulting me NIPT K81 32 1002 M, apo i subjektit Arameras me NIPT J61 90 11 39 K. Pikërisht përmes AVE Consulting, shoqëri që kishte marrë përsipër shërbimin e mbikëqyrjes së punimeve për projektin e inceneratorit të Fierit, Arben Dervishaj u mori pandehur nga prokurori i SPAK Dritan Prençi. Mjeshtri i Dervishaj ishte mbikëqyrësi i koncesionarit që ndërtonte inceneratorin. SPAK e akuzoi për këtë veprimtari mbikëqyrëse, por në kausin e akuzave për falsifikim dokumentesh, korrupsion pasiv në sektorin privat, shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, Dervishaj arriti të konfuzonte hetimin dhe të shpëtonte përkohësisht duke i rrëshqitur procedurës. Por afera penale e inceneratorëve mbetet aty, me fakte serioze që nuk fshihen dot për të shqyrtuar në themel nga drejtësia. Afera e inceneratorëve, përfshir atë të Fierit, është një nga dosjet më të bujshme të viteve të fundit, ku mjeshtri Dervishaj thellse ka miratuar situacione për punime fiktive me përfitime në vlerën rreth 4 milion euro për shoqërinë koncesionare. Mos ndoshta janë përdorur për të bler influencë në FSHF, nuk është vërtetuar. Megjithatë, në një shtet normal, vetëm fakti i hetimeve që kreu SPAK ndaj Arben Dervishajt, arrestimi dhe burgosja e tij nga drejtësia e re, do të mjaftonte për të ndezur një debat të gjerë publik mbi standardet që duhet plotësojnë kandidatët për poste drejtuese në organizata sportive si FSHF. Si mundet një figurë që ka kaluar në këtë fazë të drejtësisë të shihet njëkohësisht si e përshtatshme për drejtuar një institucion sportiv? Arben Dervishaj kërkoi pafajësi si i papërlyer nga afera e inceneratorëve, duke pretenduar se ai nuk kishte kryer asnjë vepër penale, me që ishte subjekt privat. Në fakt, çdo person konsiderohet i pafajshëm derisa të provohet e kundërta. Por debatet për FSHF-n dhe drejtuesit e saj nuk mund të mbeten vetëm në suazën juridike, ai është etik. Institucionet sportive nuk janë të detyruara të presin një vendim penal të gjejë rrugën e pafajësisë në të gjitha shkallët e gjykimit për të vendosur standarde integriteti. Besimi publik nuk është një detyrim që lind pas dënimit, ai duhet ekzistojë paraprakisht, sepse sporti në thelb është model shoqëror. Futbolli nuk është vend rehabilitimi reputacionesh, sepse federatat nuk administrojnë vetëm gara, ato administrojnë besimin e tifozëve, imazhin e vendit dhe edukimin e brezave të rinj. Kur një organizëm i tillë hap dyert për kandidatë që përballen me akuza për korrupsion apo falsifikim dokumentesh, mesazhi që jep është i papranueshëm. Integriteti del dytësor, reputacioni bëhet çështje relative, pushteti institucional bivendoset mbi moralin publik. Jo, futbolli shqiptar ka nevojë për figura që e rrisin besimin, jo për emra që e vendosin atë në provë. Ligji,
statutet rregullore mund të mos parashikojnë përjashtime në rast të aferash, por besueshmëria që duhet të kenë personat në trajtimin e emocioneve të shqiptarëve, po, FSHF nuk mund të jetë një stre e vendimeve penale të formës së prerë, as e kulisave që blenë influencë dhe vota për që në tribunën e sportit më të dashur të shqiptarëve. FSHF nuk mund të rrezikojë një humbje morale që nuk matet me vendime penale. Humbja e besimit publik te qeverisja e futbollit ishte një goditje e fatale për vetë besimin e sportazhëve shqiptar, të cilët mund të gëlltisin dukën edhe për një mandat, por jo dervishët e tij.